Me mua sot në minutat vijuese të këtij podcasti vjen profesoresha e Universitetit të Prishtinës, zonja Ferdije Zhushi e temi, zonja Ferdije, profesoresh, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Jam shumë e nderuar që sot more nga koha jote e vlefshme për të ndarë pak minuta në emisionin tonë. T'ju them të drejtën, e pranova shumë me kënaqësi ftesën kur më treguat për temën e bisedës. Është mbase pak ju e natyrshme, do të duket shumë interesant dëgjuesve që po marrim një profesoreshë të biologjisë, studiuese shkencëtare për të folur dhe për të ndarë përvoja për shumë emërtime nga shumë fusha të kësaj lënde. Po para se të hyjmë tek to, se kemi shumë çka për të thënë, do të bëj një prezantim për juve profesoresh, sepse keni një bagazh pune shumë vjeçare, studimore, kërkimore dhe shkencore. Profesoresha Ferdije është e njohur për punën e saj shkencore në shumë fusha. Është profesoresh me një përvojë shumë të gjatë në Universitetin e Prishtinës, e diplomuar në Universitetin e Zagrebit, më pastaj ka shërbyer në universitetin tonë që nga viti 84 duke avancuar në pozita të ndryshme akademike. Ndër një viteve 2009-15 ishte edhe kryetari i Këshillit Shtetëror për cilësi në arsimin e lartë të Kosovës, duke luajtur këtu një rol kyç në procesin e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë në vend. Profesoresha Zhushi e temi është e njohur për punën e saj në studimin, koleksionimin e fluturave në Kosovë. Dhe këtu tek unë ka ardhur tamam si një flutur. Komplimente profesoresh. Faleminderit. Të them kështu me gjithë shpirtin. Faleminderit. Profesoresha Ferdije është e njohur, siç e thash edhe një herë, për punën e saj shkencore në fushat e etnomologjisë, zoologjisë dhe ekologjisë, me shumë vepra shkencore, diku në 76 cosh dhe një varg studimesh brenda dhe jashtë vendit. Ajo ka identifikuar mbi 175 lloje të fluturave në rajone të ndryshme të Kosovës, te parku kombëtar Bjeshkët e Nemuna dhe malet e Sharrit. Dhe këtu edhe njerë po them që duket pak sa e çuditshme tani të flasim për dhe të zbërthejmë një varg çështjesh për shumë emrime profesoresh nga kjo fushë. Flutura, me që sa do të flasim për to, emisioni ka kuadër të shkurt kohë profesoresh. Është nga krijesat më të bukura që ka natyra, po rruga e saj deri te zhvillimi është paksa jo e zakonshme. Nga një krimb i vogël, më pastaj vjen një fazë heshtur e saj, dhe vjen faza kur ajo merr krahët dhe fluturon. Domethënë, a mendoni që kjo metamorfozë ngjan pak a shumë edhe me jetën e brendshme të njerëzit? Domethënë, për të rritur edhe për të marrë krah gjithsecili për të fluturuar në mënyrën e vet. T'ju them të drejtën, flutrat me atë brishtësinë e tyre kanë qenë një inspirim qysh prej feministime. Do të thotë brishtësia, ngjyrat, mënyra e zhvillimit, fluturimit, ka qenë diçka që më ka bërë kurrështare qysh në fëmijëni. Dhe ndoshta ka qenë ajo edhe një pikë orientimit për profesionin tim të ardhshëm edhe të lidhna me natyrën më fuqishëm. Unë them se në ciklin e zhvillimit të fluturës qëndron mrekullia e jetës. Pra, prej një veze të vogël, mikroskopike që nuk vrehet, zhvillohet një larvë e cila kalon disa stade, shndrohet, zhveshet për të rritur, modifikohet, i përngjan krymbit, ju them edhe pse duket krymb, shumë larva janë shumë të bukura, shumë jashtëzakonisht të bukura, dhe mandej qetësohet, hyn brenda një kapsule që ne e quajmë pup, dhe aty pastaj heshtur shndrohet në një insekt të mrekullueshëm, në një flutur adulte, e cila i ka krahët e gatshëm, pasi del pak është duhet të rrinë në qetësi se krahët janë të njom, por pas një kohe kur merr energjinë e duhur prej rrezeve të diellit, fluturat fluturojnë dhe e kanë krejt mundësinë
duke i shfrytzuar krahët që të gjejnë lulet, nektarin me të cilin ushqehen dhe të shëtisin botën, po edhe ta mrekullojnë me bukurinë e vet. Profesoresh, a gjejnë ato vetë lulet e veta specifike, do të thonë ato që i duan, apo Patjetër, ju për shkak se trandalet në secilin? jo, sidomos është shumë karakteristike të insektet për shkak se secila prej tyre i ka bimët në të cilat edhe zhvillohet edhe ushqehet. Dhe në këtë aspekt i kemi flutrat që ne i quajmë specialist, që themi ato që kanë naze apo teke në ushqim dhe kanë një ushqim shumë të kufizuar. Ndërsa i kemi edhe flutra tjera të cilat janë generalist, apo të themi kanë një ushqim të përgjithshëm dhe ato nuk kanë problem në ekzistencë për shkak se nëse nuk është një rabime, gjejnë tjetrën dhe kështu do të thotë mundsojnë që të ushqehen edhe të zhvillohen. A ju ka ndodhur profesoresh që një flutër të flasë kështu në mënyrë shpirtërore me juve, ose tjetë ndonjë frymëzim për diçka? Besoni që ndonjëherë kur i majë në dorë, ma gjepsem. Për shkak se kam parasysh këtë ciklin e jetës në për të cilin ka kalu. E mandej mendoj, e pse ka shkurt duhet me jetu si e rritur? Për shkak se si të rritura jetojnë shkurt. Një muj e gjys. Rrallë ka lloje që edhe dimrojnë si të rritura. Por zakonisht cikli si adulte është shkurt. Dhe mandej e kam atë mendimin tim edhe e shprehi si në formë të bisedës, ka që bukur, e pse duhesh të jetojsh kaq shkurt. Do thotë natyra ka përcaktu ciklin e jetës në të cilin insekti e përmbush vetën dhe lën pasardhës. E kryen misionin e tij. Mos harroj të them, njerëzit i duan flutrat që janë bukura, po nuk e din edhe një fakt shumë të rëndësishëm. Shumica e flutrave janë polenizues. Do thotë ashtu si bletët që ndikojnë në shumimin e bimëve me lule, aty me njëherë pranë bletëve vinë edhe flutrat. Kështu që kjo na bën që t'i duam dhe ta vlerësojmë rolin e tyre edhe më shumë. Profesoresh, keni bërë një punë të madhe shkencore. Unë do t'ju tras shkencëtare, duke gjetur, duke hulumtuar flutrat dikur në 175 lloje të tyre në këto 2 treva, tek bjeshkët e Nemuna dhe te malet e Sharrit. Pse i zgjodhët këtë zonë? Faktikisht bjeshkët e Nemuna dhe malet e Sharrit janë masive dhe parqet kombëtare të cilat janë thesari i biodiversitetit Kosovës, po na kemi hulumtu edhe në pjesë tjera, kemi hulumtu për shembull dhe parkun e Mirushës, ku gjithashtu kemi gjetë një llojshmëri të madhe. Kemi hulumtu pastaj edhe këtë zonën në pjesën të themi veriore, pjesën kufirin me kopaunikun. Edhe atje dhe kemi pa ndryshon edhe përbërja e botës së flutrave, kemi hulumtu edhe pjesën qendrore, do të thotë, dhe atë çka e kam unë peng dhe të cilën patjetër do ta vazhdoj është pjesa e gollakut, për shkak se edhe ajo paraqet një biodiversitet të pasur, paraqet një të themi një burim të madh të biodiversitetit dhe duhet edhe aty që ta kem një fotografi komplet të botës së fluturave në Kosovë. Ky numër prej 175, unë mendoj se nuk është definitiv. Për shkak se, shiqoni, te flutrat kur dalim në hulumtim është pak edhe punë fati. Për shkak se, jo të gjitha e kanë një cikël të jetës të njëjtë. Po mendoj ciklin e zhvillimit, formën e kanë të njëjtë, po paraqitjen, periudhën kur ato shfaqen në natyrë nuk e kanë të njëjtë. Kështu që shumë varet sa zgjat periudha e hulumtimit, kur kemi dalë, çfarë janë kushtet atmosferike, për shkak se fluturat janë insekte, organizma gjakftoft dhe ju duhet patjetër burimi i energjisë që të fluturojnë, do të thotë nevojitet ke diell, dhe ato dalin kur ka diell, e kanë atë pikun e fluturimit. A kanë dëshmëri, profesoresha, shkojnë te çdo kush? Të ndalin në duar të çdo kujt. Ato në radhë të parë kërkojnë lulet, kërkojnë ëmbëlsi në nektarin e luleve, aparatin gojore kanë si një tromp apo një gyp i cili zgjatet, futet në mbrëndi të lulës të arrijë nektarin, pastaj kur është në qetësi ai gyp mbështillet. Do të thotë vetë krejt flutura si krijesë është magjepse. Shumë llojshmëria e flutrave që i keni parë, i keni studiuar, sepse kur lidhesh ke pasion diçka dhe sidomos kur e studion, edhe kur shkon në vende të tjera do t'interesoj një flutur.
kanë emra, do me thënë, emrat shkencor janë emra në gjuhën latine, për të kuptuar më lehtë në të gjitha gjuhët. Po këto fluturat që ju I gjeni, I emroni vetë? Dhe si emroni? Këtë temën e emërtimeve e kemi diskutuar shumë herë me kolegët e mi, për shkak se kemi has në probleme dhe kemi has në të dhëna të pamjaftueshme për emërtimet në gjuhën shqipe dhe gjithmonë ka qenë një bisedë që na ka qenë drejt një përfundimi se duhet të bëjmë më shumë në këtë aspekt. Nuk kemi pas asnjë iniciativë ndonjëherë prej çfarëdo ministrie apo institucioni vendor që të mbledhemi na biologët dhe të bëjmë një fjalor të terminologjive të llojeve bimore dhe shtazore në gjuhën shqipe. Ka disa iniciativa vetanake që janë përdor. Për shembull, unë u befasova kur e gjeta një organizat që mirej me bim që ishte private organika që quaj, e kishte bërë një katalog të emërtimeve të bimve, të cilat përmbanin disa lloj alkaloide që ishin faktikisht ishin helmuse dhe kishte te emërtimi latin, kishte edhe emërtimin në gjuhën shqipe për secilën. Që për mua ishte diçka shumë e këndshme, ata e kishin pas një financim, po m'duket prej një organizate gjermane, dhe ky është një kontribut sado që duket I vogël, por është I madh për t'i njohur ato bim për shkak se njerëzit kudo në botë, edhe na shkencëtar, përdorim emërtimet latine që të mirën vesh në mesveti. Po duhet patjetër të ekzistojë edhe gjuha popullit, për shkak se jo të gjithë janë biolog, jo të gjithë janë hulumtues. Kështu që përveç kësaj taksonomisë apo nomenklaturës binare me cilën I emërtojmë gjuhën latine, pothuaj se secili popull e ka një emër për një flutur. Për shembull, është lloji I Ficlides podalirius, po që unë e quaj flutra bishdallëndyshe. Është jashtëzakonisht e bukur dhe veçohet prej të gjithave për shkak se dy fundet skajet e krive I ka të gjata në fund të bishtit të dallëndyshës dhe emërtimin e ka shumë të mirë. Dhe te regjistri I flutrave në Republikën e Shqipërisë unë e gjeta flatra bishtori podalir, që për mu pak mu duk që është shumë e vështirë, e kapshme për fëmijët për shembull. Por kur ja përshkruan si një flutur bishdallëndyshe, është shumë më e kapshme. Dhe e përshkruan fluturën pikërisht ashtu siç duket, për shkak se edhe popujt tjerë në Evropë kanë dhënë emërtime popullore në bazë të përshkrimit, me cilin ti e identifikon. Për shembull, mund të jetë flutra pikaloshe, ose është Vanessa Karduj zonja pikturuar, painted lady, që e quajnë anglez, që me të vërtetë është një zonjë pikturuar, për shkak se aq të bukur I ka krah, thuse vetëm një piktor I madh ka ditë ti bëj me ato ngjyrna dhe me ato forma të cilat I ka. Kështu që emërtimi duhet ta përshkruaj llojin, sidomos kur I përdorim për shembull madhvegjlit, ti mësojmë për llojet, ata do ta regjistrojnë edhe në bazë të aspektit vizual, asaj që shohin, e regjistrojnë, e majnë men, do të thotë kjo ishte bishdallëndyshe. Tjetra është për shembull I kemi flutrat me ngjyrë të portokallt, që I quajmë flutra ngjyrë bakri. Dhe emërtimi në gjuhën angleze për shembull e ka njëra prej tyre është bakri I vogël I zjarrt, se ajo ngjyra e bakrit është e ndezur. Dhe emërtimi tamam e përshkruan llojin. Kështu që është shumë ndihmes që ta promovojmë botën e gjallë nëpërmjet emërtimeve në gjuhën shqipe. Për shembull kemi lloje të pilivesave ku e përshkruan për shembull thot blue leg damselfly. Ajo që damselfly e ka kuptimin e një vajze të re, të pamartuar, si I bjen si goca, goca këmbkaltërt. Goca me këmbë të kaltërta. Dhe pikërisht ai lloj ka këmbët e kaltërta që e veçon prej krejt llojeve tjera. Do të thotë se në këtë aspekt duhet në të ardhmen të mendojmë edhe ne që të ulemi bashkarisht me kolegët tanë në Republikën e Shqipërisë dhe në të gjitha vendet shqipfolse. Edhe të unifikohet. Të unifikohet emërtimi për këto lloje dhe t'ju lehtësojmë njerëzve, po në anën tjetër edhe ta bëjmë më të afërt këtë botën e gjallë që e kemi, për njerëz të rëndomt. Pra, për ata të cilët një herë e shohin,
Për shembull, na kemi emërtime hitin e din gjithkush, nuk ka nevojë me ditë emërtimin latin. E din që është bima e hitrit, për shkak se është më e njohur, më e përdorur, populli e ka përdor, e hasim gjithkund, është e rëndomt dhe menjëherë e ka një veti me çka e dallojmë hitin prej bimëve tjera. Në këtë aspekt mendoj se ka edhe emërtime tjera, ka edhe të bimt, po nuk e kemi të themi, një fjalor të përgjithshëm Po. të llojeve të emërtimeve Për shembull, në do botë. duhej profesoresh edhe në fushën e farmakologjisë, se shumë barna vinë prej llojeve të bimeve dhe ti kur shkon, ajo ta thot në emrin latin. Edhe më pastaj kur është se nuk e kupton për shembull mullaga, çaj mullagës. patjetër. Tash së voni identifikohen pak a shumë, domethënë mungon një fjalor i shprehjeve. A keni hasur profesoresh në ndonjë lokalitet të Kosovës në një fjalë shumë të vjetër autoktone, për shembull në një vend që ju ka pëlqyer, ju ka mbet kështu? Mu më bën përshtypje shumë që kur isha në Shkodër, ata mentën e quajnë Nanëgjik. Nanëgjik do thot ishte emërtimi që e kanë, që për mua ishte diçka e panjohur. Po. Po. Apo për shembull buklën e quajnë Nuselalja. Nëse lolja më e bukur. Nuselalja na e njohim si bukla. Po. Është një gjitari vogël që njerëzit që jetojnë në vende rurale e njohin, është një shtaz që është pothuajse gjithmonë prezente te na. Po, për shembull, ky emërtimi shumë më bën përshtypje kur jetojnë Nuselale në Shqipëri, na e njohim si bukla. Dhe këtu pra Edhe gjyshja ime i thoshte bukla. Pra, bukla është shprehje që na e përdorim, prandaj po them është mirë që të bëjmë një unifikim, edhe s'paku të themi emërtimi që përdoren në Shqipëri, emërtimi popullor është ky, emërtimi që është në Kosovë, për shkak se kom pa në shumë vende që emërtimet janë ndryshe dhe thuhet në Shqipëri përdoret ky emërtim, kurse në Kosovë ky emërtim, po ajo ndihmon shumë. Ndihmon shumë për shkak se të bën që edhe të kuptohemi mes veti, po edhe të dimë që flasim për të njëjtin lloj. Po kur vijnë rezultate shkencore, profesoresh, si bëhet unifikimi i emrave për shembull? Te rezultatet shkencore gjithmonë duhet të thirremi në nomenklaturën ndërkombëtare. Pra, emërtimet shkencore janë gjithmonë në gjuhën latine. Janë emërtime me dy emra, prandaj quhet edhe nomenklaturë binare. Me çka përcaktohet emërtimi i një lloji, për shembull, apis mellifera është bleta, emërtimi latin i bletës, ku njëna e paraqet gjinin, tjetra e definon llojin. Për shembull, kemi shumë bletë edhe i takojnë familjes apide, po në qoftë se dojmë ta dallojmë pikërisht bletën mjaltore, atëherë do ta shtojmë apis mellifera. Se jo të gjitha bletët janë mjaltore. Jo, absolutisht, dhe me këtë do të identifikojmë që është bleta mjaltore dhe komunikimi në botën fal kësaj taksonomie, e cila përdoret shumë herët, bazat e të cilës i ka vendos shkencëtari suedez Carl Linneu, shkencëtarët në botë gjithku mirën vesh, dhe kur e shënojmë emërtimin latin, ai kolegu im për shembull që është në Suedi, tjetri që është në, të themi, në çfarë do shteti, kudo, në Zvicër, në Amerikë Latine, e din se bëjmë fjalë për të njëjtin lloj. Ndërsa emërtimet popullore dallojnë shumë, do të thotë se secili ja jep një karakteristik, për shembull skraja e shiut, dikush e quan Krimbidheut. Dikush e quan skraja e shiut për shkak se del mas shiut, kështu që po në gjuhën latine gjithmonë ta kemi lumbricus terrestris, për shkak se punimin tim e vlerëson ai shkencëtari tjetër, do të thotë që duhet të jetë i fushës, por prap duhet diku ta fusim në klapa që në gjuhën shqipe e ka këtë emërtim, me qëllim që një numër sa më i gjerë i njerëzve ta kupton se për çka bëhet fjalë. Por në shkencë është strikt e caktuar se emërtimi duhet të shënohet në gjuhën latine, duhet të shënohet sakt, dhe zakonisht shënohet edhe emri i autorit i cili e ka zbulu apo i ka identifiku i pari dhe viti, që është një rregull të cilën na që i bëjmë punime duhet gjithmonë ta ndjekim. A ka ndonjë flutur që jeton vetëm tek ne në këtë ekosistem dhe nuk jeton diku tjetër? Jo, të them në përgjithësi janë
llojet që janë, sidomos Ballkani është të themi një pikë e nxehtë, një hotspot që i thojnë e biodiversitetit të flutrave. Dhe numri më i madh i llojeve është në Ballkan, që mendoj që ende është një vlerë jashtëzakonisht e madhe, falë zhvillimit më të ngadalt, edhe ndërhyrjes më të vogël, më të pak në ekosistem, për shkak se shumë lloje ne që i kemi sot, që mburremi në Ballkan, për shembull, janë zhdukur në shtetet e zhvilluara të Evropës për shkak të një bujqësie më intenzive, përdorimit më të madh të pesticideve, për shembull, përdorimit më të madh të plehrave, pastaj industria më e hofshme, më e zhvilluar, ka bërë që bimët të zhduken, bimët anvise, që nënkupton automatikisht edhe largimin dhe zhdukjen e atyre llojeve të flutrave prej atij vendi. Dhe po them se na ende qëndrojmë mirë, shtetet përreth kanë më shumë lloje, dhe ajo me çka ballafaqohet krejt bota e shkencës tash është mungesa e njerëzve që mirën me hulumtim. Do thotë, në fushën e zoologjisë kemi plot gjëra, shumë gjëra ende të pahulumtuara, shumë rende të insekteve, shumë lloje të botës tjetër të gjallë, për shembull mollusqet, nuk i kemi që jetojnë në ujëra të ëmbla, nuk i kemi studiuara, shumë këmshat nuk i kemi. Fatmirësisht tash në kohë të fundit kemi kuadër të ri që mirret me studimin e mushkonjave, marimangave, që është një plotësim, një kontribut në njohjen e biodiversitetit, por megjithatë na mbetet një fushë jashtëzakonisht e gjerë, e cila është e pambuluar dhe na bën që ende të kemi informata të mangëta lidhur me biodiversitetin. Ne si popull jemi shumë të lidhur, profesorish, me natyrën. Gjithmonë kemi qenë të lidhur. Shumica kemi bërë punë agrare, punë bujqësie. Dhe me thënë, do duhej, pse mos e kishim kultivuar këtë dëshirën për ta dashur të gjelbërtën. Ne përpiqemi nga njëherë ta fusim brenda, sidomos ata që jetojnë nëpër ndërtesa, kudo që e kanë. Do duhet ishte punuar pak më shumë në këtë pikë. Unë në këtë aspekt e analizoj gjendjen për shkak se ne si një vend i ri, të themi, pa zhvilluar, kemi pas edhe shumë nevoja tjera. Dhe ndoshta është kjo një prej arsyeve, edhe pse nuk është arsye për me lanë mjedisin aq lart çush e kemi lanë, po është një arsye se kemi pas prioritete tjera, gjendja sociale, rindërtimi i ekonomisë, shumë gjëra tjera. Por mendoj se duhet njëherë e përgjithmonë të qitet mjedisi prioritet. Në radhë të parë, t'ja afrojmë mjedisin rinis, brezave të ri. Unë e di se janë themelu shumë shoqata dhe vjen shumë mirë, organizata jo qeveritare që mirën me mjedisin, që bëjnë një promovim të jashtëzakonshëm tash dhe vetëdijsojnë popullatën për ruajtjen e mjedisit, edhe pse në këtë aspekt duhet të punojmë shumë. Sado që flasim, kur dalim dhe shohim gjendjen reale në terren, është brengose. Është me vërtet brengose, se nuk kemi ndjenjë të komunitetit, të asaj që është e përbashkët. Nuk kemi ndjenjë se një pjesë e ati livadi, ati mali, ati lumi është pjesë e jona. Derisa nuk e zhvillojmë atë ndjenjë që gjithçka rreth neve, se sa pjesë e natyrës është edhe përgjegjësia e imja, për shkak se unë e shijoj dhe prej saj i marr të mirat që më vijnë, do të thotë na nuk do ta kemi një qasje të duhur ndaj ekosistemit. Duhesh me kuptu ekosistemin si diçka prej cilit të mvaresh. Do thotë gjithçka, uji, ajri, ushqimi, gjithçka na vjen prej ekosistemit. Ata në bota e civilizuar, profesoresh, kur edhe këtu je mirë, për shembull, jo vetëm nëse ke quar përpara procese politike, po edhe nëse je si një popull që e ruan këtë diversitet. Unë mendoj se kjo është pjesë e kulturës dhe pjesë e trashëgimisë secilit popull. Secilit. Dhe këtu na kemi legjislacion të mirë, po legjislacioni vetiu nuk na përmirëson gjendjen. Pastaj, Evropa është shumë strikte në çështje mjedisore. Dhe kur do të vjen koha e integrimeve, me çka ne kërkojmë, edhe mendoj se është plotësisht e drejtë e jona që të jemi pjesë e
Evropës së Bashkuar, po duhet jemi të vetëdijshëm se probleme mjedisore kemi shumë dhe kërkesat e legjislacionit evropian për mjedis janë aq të shumta, sa që ndoshta do duhet na më shumë të bëjmë përpjekje të plotësojmë këto të mjedisit se sa ato politike. Për shkak se këto politike janë edhe çështje teknike. Po mjedisi duhet të duket. Mjedisi na lumej që i kemi të ndotur, do t'i shndrojmë në lumej që shihen, në lumej të pastër, në lumej kur rrjedha është natyrore, në lumej pa mbeturina të ngurta, në lumej pa qese plastike, pa shishe të plastikës, ne ajrin duhet atë që kemi këtë figurën që na del atje, ta kemi të buzëqeshur, e jo që na del i brengosur dhe me ngjyrë të kuqe. Pra, imazhin që të themi, ta përmirësojmë imazhin ton me cilësi të ajrit, dhe kemi shumë probleme me të cilat ballafaqohemi, kështu që definitivisht duhet të vi koha kur politikë bërësit ton duhet mjedisin ta qesin prioritet dhe të bëjnë një fushat madhe për vetëdisim. Për shkak se na do t'i kemi brezat e ri të shëndetshëm ashtu që kemi mjedisin. Do të thotë për hir të gjeneratave të reja, na e kemi obligim që t'ju sigurojmë një të ardhme të shëndetshme dhe një mjedis të shëndetshëm. Po ndale, po kthehemi prapë te flutura. Po patjetër. Flutur zonjë e bukur. Ti e bardh, unë e bardh. Lum pranvera çkar. Ishte një varg diku tek avetarja që mësonim shumë herët. Flutura hyri në jetën tonë edhe në këngët që u kënduan, në thënë si personifikimi i gjërave të bukura, si personifikimi i zonjës së rënd, si personifikim i paqes. Po desha të pyesja profesoresh, gjithmonë më ka interesuar, është mit apo është e vërtet? Ekziston një lloj flutrave nga jo ngjyra pak kafe e qelur në të mbyllt, që vjen në një ambient kur një person sapo ka ikur nga jeta. Më ka ndodhur ta shoh këtë fenomen një herë në jetën time. Po është rastësi, është çështje stine, apo ka diçka shpirtërore këtu? Flutrat kanë qenë inspirim për njerëzimin shumë herët dhe kanë lënë një ndikim në shumë kultura. Do të thotë me atë magjin e ciklit të zhvillimit, me këtë brishtësinë e krahëve të tyre, për shkak se këto janë ato të vetme që i kanë kraht me luspa, dhe kur e prekim flutrën na jesin luspat. Do të thotë janë të brishta, duhet me pas shumë kujdes që i trajtojmë. Dhe kjo që lidhet edhe me shpirtin e ka një simbolik të fuqishme që njerëzit e lidhin rëndësinë e flutrave dhe me gjendjen shpirtërore të njerëzve. Do të thotë ka shumë kultura të cilët mendojnë se shpirti i dikujt na paraqitet në formë të një flutre, e cila ka ardhur në një moment të na përshëndes. Po në anën tjetër flutrat janë, të themi, edhe një lloj i paraqesin një simbol të mirëqenies. Për shembull, ka raste në botë ku në ceremoninë e martesës të çiftit të ri shohen flutrat që e shprehin një mirëqenie, një liri, një nisje të çiftit të ri, do të thotë një simbolik të fuqishme, po në anën tjetër flutrat kanë inspiruar edhe dizajnerët. Kemi shumë dizajne, edhe dizajnerët e bijuterive. Do të thotë gjithmonë flutra ka simbolizuar diçka të bukur, dhe po ju them se ka qenë pikrisht kjo delikatesa e flutrave që e ka tërhekur edhe vëmendjen time qysh e vogël. Edhe ka hyrë edhe në shijen artistike, edhe të këngëve popullore, edhe të poezive. Mos harroj t'ju them, për shkak se tash vonë isha në Kalabri edhe i vizitova fshatrat Arbreshe, dhe ndër të tjerat në një muze më dhanë edhe një revist që ishte Arbreshe, dhe posa e hapa ishte vjesha Fjutra. Me jë. Fjutra, po, që më bëri shumë përshtypje. Do me thënë... do të thotë që... Në një të shkuar të largë. Në një të shkuar që është ruajtur me breza, dhe mu më bëni shumë përshtypje kur e hapa, do të thotë, ajo vjesha e parë ishte Fjutra, që ishte shumë e bukur, që e përshkruante një fjutur edhe atë magjin e fluturimit saj. A keni ndonjë flutur preferencë? Po, unë e kam preferencë Apollonin.
Është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Është e madhe me dimensione. Është më e rrallë dhe ka kërkesa më specifike, për shkak se jeton lartësira më të mëdha. Zakonisht preferon mbi 1000 metër lartësi, nuk e gjejmë livade. E gjejmë vetëm kur ngjitemi në një terren guror të kombinuar me bimësi shkurore dhe barishtore. Është Parnasius Apollo, që i ka krahët e bardhë me dy pika të theksuara të kuqe në secilin krah. Dhe kjo është e preferuara ime. Dhe për më tepër, çka më tërhek mu të kjo është se madhësia e tyre i bën që të ndihen kur fluturojnë. Do të thotë kur i rrahin krahët e krijon një zhurmë. Dhe e din që e ke Apollonin në afërsi. Ka flutura që janë madhësisht të zakonshme, flutura që janë pak më të vogla, pa ka lloje të fluturave që janë të mëdha, për shembull sa një plomb. Po, ka, jo prej këtyne ditave, për shkak se në bazë të aktivitetit flutrat i ndajmë në të ditës dhe të natës. Të ditës janë këto me ngjyra të bukura, vezulluese, do të thotë me një kolorit shumë të theksuar, ndërsa të natës, për shkak të përshtatjes mjedisit në të cilin jetojnë dhe kushteve të errësirës, kanë ngjyra të mbyllta, zakonisht janë me ngjyra të kafta, të mbyllta, me ngjyrë të përhimt, do të thotë kanë njolla jo të dukshme, jo të theksuara sikur se këto ditës. Dhe te këto, për shembull, kemi flutra të natës që kanë edhe diametrin e krahëve 6.25 cm. Profesorisht, në një moment personal, për shembull, si ndiheni kur ju vjen një flutur? Si shkencëtare. Ndina si një lule, mas thjeshti. Mas thjeshti them se kur më ka përgjith flutra të vjen, unë e kam edhe fotografi që më është ngjitur dikun, më është nal. Kur ishim tash në vizit në Divjak, bashkë me studentët dhe përcjellëm ciklin e zhvillimit të flutrës, do të thotë studentët i panë në natyrë si bëhet cikli i zhvillimit e miku im shumë i çmuar Altin Hila, që është një adhurues i natyrës dhe bën gjëra në iniciativë të vet vullnetare, që ka bërë një muze të flutrave në Divjak, që është jashtëzakonisht një vend i pasur me biodiversitet, dhe aty një flutur që ishte e njom, unë e mora dhe e qita në hund dhe ajo najti të unë dhe shfrytëzova me bo një fotografi që gjithmonë e kom pas një, të them si ëndër, që ta kem një fotografi ku flutra ndalet në fytyrën time dhe ta përjetoj atë lëvizjen e këmbëve. Ta ndi edhe atë. Pra kur flutra më përzgjedh mu, unë kam përshtypjen se ndina si lule. Do të thënë të gjitha kulturat që ka diçka e ardhur për të mirë. Po patjetër. Është diçka për të mirë. Flutra gjithmonë simbolizon diçka pozitive, simbolizon diçka shpirtërore, simbolizon një brishësi. Thash, ajo brishësia e krahëve. Flutrat për shembull, njerëzit nuk e dinë se flutra ju thehen krahët prej erës. Do të thotë janë aq delikat, aq të brisht, sa që shpesh nuk mund të fluturojnë kur ernat janë të fuqishme, nalën pushojnë në bimë të ndryshme derisa të kalojnë kushtet që janë më të vështira për to, dhe pikërisht kjo të bën që flutrat t'i duash dhe t'i trajtosh edhe në atë mënyrë ashtu qysh ato e meritojnë. Profesoresh, pas një pune studimore, shkencore, me shumë mund, me shumë sakrificë, me një bagazh të tërë që do ta lësh sigurisht për gjithë brezat që do të vinë. Sa mendoni që kjo gjenerata e re e studentëve të biologjisë, atyre që kanë pikpamje studimore, është e dhënë pas ekosistemit? Po është për të mbaruar, për filluar të punojnë në një laborator. Unë ju thash që janë themelu organizata jo qeveritare për mjedis, dhe fatmirësisht, po thuaj se në të gjitha prej tyre ka edhe student tonë. Do të thotë që ata ndihen që janë pjesë e natyrës, edhe e ndihen si një detyrë, si një obligim që ata atyre ju takon një përgjegjësi që të bëjnë diçka për mjedisin, që për mua është gjë shumë pozitive. Po studentat tonë punojnë për institucione të ndryshme, punojnë edhe në arsim, me çka e përcjellin atë dashurinë. Do të thotë ato gjëra të cilat
unë dhe kolegët e mi kemi tentu t'i bartim të studentët, që ata pastaj t'i përcjellin edhe të gjeneratat e reja. Do të thënë që përveç asaj pas studimeve, edhe pas diplomike të përfundoj si një profesor, para së gjetash do t'ishte mirë që shumicat vazhdonin punën shkencore. Nuk është letë në Kosovë të jetësh me punë shkencore. Ka iniciativa, ka projekte që përkrajnë, po ju them se kjo është një punë që dënë shumë mund. Unë për shembull i kam udhëheq 2 student në tema të doktoratës, që për hulumtim i kam pas fluturat. Njërën e kemi bërë një hulumtim në Bjeshkët e Nemuna pas dikuret afër 25-30 viteve, për me pa ndryshimet, dhe kemi gjetë 2 lloje të reja që në atë kohë nuk janë gjetë faktikisht, dhe i kemi shtu listës së flutrave në Bjeshkët e Nemuna. Do të thotë, pa bërë hulumtim ti nuk e din çush po të ndryshon gjendja, qoftë për mirë, qoftë për keq. Ndërsa kandidati tjetër ka pas hulumtimin e flutrave dhe ditës dhe të natës në malin e Koritnikut, që është një kontribut i jashtëzakonshëm, për shkak se nuk ka qenë i hulumtuar më herët. Dhe nuk është e lehtë për shkak se së pari është punë fizike. E dyta ka kosto. Terrenin duhesh ta bësh në mënyrë të rregullt. Duhesh ti ta merresh me veti edhe ekspertin e botanikës për t'i caktuar habitatet, për shkak se secila flutur ka preferencat e vete, habitatin në të cilin jeton. Pastaj duhesh të dalësh në një periudhë të rregullt për me pas një pasqyrë të qartë. Dhe normal nuk mund vetë ta mbulosh një territor të gjerë, siç është për shembull një masiv malor, po duhesh të shkosh si një ekip. Dhe kjo krejt e ka një kost të saj. Do të thotë, ka shpenzim derivati, kanë shpenzim rjetat me të cilat ti nxem flutrat, kanë shpenzim materialet me të cilat i konservon, kutijat në të cilat i vendos, gjilpërat entomologjike që janë speciale me trashësi sipas madhësisë së flutrës. Dhe krejt to janë kërkesa që për shembull dikush nuk mund ti mbuloj që t'i bëj këto në mënyrë vetanake, me vetë iniciativë, për shkak se e ka një kosto. Përkundër krejt dëshirës, unë të them se edhe në këto hulumtime shumë çka është bërë me vullnetin tonë. Do të thotë kur ke vullnet edhe ke qit një qëllim me arrit diçka, atëherë i mbulon këto edhe me shumë kënaqësi shkon në 2500 metra harron do të thotë edhe moshën edhe mundin që e ki, për shkak se tërhek ke përpara dhe brenda entuziazmi. Atë çka e ke qitë për me realizu. Mirë po unë mendoj se hulumtimet, sidomos shkenca duhet të bëhet të promovohet shumë më tepër. Të bëhen klubet e vogla të shkencëtarëve në për shkolla, në për institucione, të tregohet se hulumtimi dhe idetë inovative, për shkak se rinin sot e kemi me burimet të informimit të pafundta. Dhe unë jam shumë optimiste se kjo rini ka shumë ide. Ka ide që janë shumë më përparimtare se tonat. Po duhet ja japësh një mundësi. Duhet ti mbështetës, do të ti përkrahesh në aspektin financiar. Që të shkohet përpara me rezultatet të reja. Jam kështu optimiste se edhe rinia jon do të ketë rezultate dhe do të vazhdoj më tutje ta zbuloj këtë pasunin e madhe që e kemi në vendin tonë. Profesorisht ishte shumë kënaqësi e gjithë biseda me juve. Ju dëshiroj punë të mbar, shëndet të plot, qasje studimore, punë ekipore, gjithë të mirat. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Unë ju thash më tërheki shumë temat të cilën e patët, por gjithmonë kur vjen puna ime hulumtuse, të përvoja, sidomos hulumtimi me flutrat, unë e kam të them pasion dhe edhe vjen si një flutur. Me shumë kënaqësi. Faleminderit Sikur shumë. këto. Faleminderit, ishte kënaqësi.